Lotaria amerikane mund të pezullohet edhe për ata që e kanë fituar atë. Pezullimi i përkohshëm i lotarisë amerikane ka ngritur shqetësime të shumta te mira aplikantë, përfshirë edhe shqiptarët që çdo vit presin me interes këtë program emigrimi. Eksperti i imigracionit në SBA, Lorenz Mansaku, paralajmëroi se situata mbetet e paqartë dhe se pezullimi mund të prek edhe personat që tashmë e kanë fituar llotarinë. Ekziston rreziku që pezullimi të shtrihet edhe te intervistat në konsullata, përfshirë edhe Shqipërinë, theksoi eksperti. Sipas tij, administrata aktuale Trump synon një rishikim të programeve të emigracionit duke favorizuar punonjës të kualifikuar dhe kritere më të forta për pranimin e emigrantëve. Në këtë situatë të paqartë, Mansaku kishte një sugjerim për ata që tashmë e kanë marrë vizën. Këshilla ime është që të udhtojnë mundësisht sa më shpejt, sepse nuk dihet se çfarë udhëzimesh do të jepen më vonë për personat që kanë fituar vizën edhe në vazhdim. Pra, në këto momente, nëse dikush ka fituar vizën, duhet të udhtoj sa më parë në mënyrë që ta shmon këtë pezullim.